Gazetari Artan Hoxha është paraqitur në prokurorinë e posaçme antikorrupsion kur raportohet se ka dorëzuar audiopërgjimin origjinal të 21 janarit. Prej 15 korrikut 2024, dosja hetimore për vrasjen e 4 protestuesve më 21 janar 2011 është në duart e prokurorëve të SPAK. Vendimi i gjykatës së Strasburgut, që e quajti krim shtetëror, i hapi rrugë hetimeve nga SPAK duke regjistruar procedimin penal më datë 15 korrik 2024. Pas një vendimi të gjykatës së lartë për 3 vepra penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese e kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, shpërdorimi detyrës e kryer në bashkëpunim dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës e kryer në bashkëpunim. Në SPAK, procedimi penal është regjistruar për vrasjen e Alex Nikës dhe plagosjen e 3 protestuesve të tjerë, Artes Dybeli, Ilia Qesko dhe Ilia Papa. Shumë e rëndësishme mbrojtja e identitetit të tij, e jetës së burimit, për më tepër kur ai për mua i ka bërë një shërbim shumë të madh vendit, sepse ka përmbysur krejt situatën të vendimeve dhëna nga gjykata e mëparshme, të cilat e kanë cilësuar si vrasje nga pakujdesia. Tashmë kemi një indicie që të çon drejt provës dhe ky audio regjistrim të shkon qartë që vrasjet nuk janë bërë nga pakujdesia, po janë bërë nën kontroll të plot, janë bërë me urdhër dhe ka patur një hierarki që komandonte të gjithë forcat e gardës, sidomos njësinë që ka marrë përsipër qëllimin drejt protestuesve. Përfshirë 4 të vrarë dhe të paktën 13 plagosur që janë regjistruar në atë ditë. Tash e di që me ndryshimet që janë bërë në ligj, mbase mund të ketë dhe hapa tjera, por për mua merr shumë rëndësi mbrojtja e këtij burimi. Tash është një burim që i ka bërë një shërbim shumë të madh vendit, sepse ka përmbysur një realitet të cilën e mbyllën me rrugë gjyqësore dhe rëndësia e tij është shumë e madhe për shkak se denoncon mbi të gjitha një krim shtetëror.